Pas disa vite shpritjeje, ka nisur largimi i gypave të destinuar për dy hidrocentralet e vogla në Leshnicë, të njohura si Shkumbini 84 dhe Shkumbini 85. Këto projekte u ndaluan pas protestave ekologjike të vitit 2019. Nga atje shtojnë se me shpalljen e malit Sharr zonë të mbrojtur, dëmtimit të lumenjve i është vendosur pikë. Përfundimisht, për momentin ndodhen në parkingun e Kodra e Diellit. Brenda 10 ditëve do të dislokohen edhe nga ajo pjesë dhe e kam cekur edhe në paraqitjet e mia të mëparshme se jo që nuk do të lejohet ndërtimi i hidrocentraleve të vogla në zonat e mbrojtura të parkut kombëtar, sepse edhe në planin e menaxhimit të parkut kombëtar nuk është e paraparë ndërtimi i hidrocentraleve të vogla në zonat e mbrojtura, po edhe këta dy hidrocentrale, që statusi të cilave ishte si pikpyetje, përfundimisht, domethënë fuqishëm qëndruan pas asaj që nuk do të lejohet vazhdimi i punimeve dhe të ndërtohen të dy hidrocentrale. Nga ana tjetër, aktivistët mjedisor thonë se hidrocentralet e vogla tashmë kanë lënë pasoja të rënda në ekosistem. Sipas tyre, përveç largimit të gypave, duhet të çmontohen edhe hidrocentralet ekzistuese sepse dobia energjetike prej tyre është minimale në krahasim me dëmin mjedisor. Studimet e kohës tregonin se 70% e buxhetit për energji tripërtrishme shkonte tek hidrocentralet e vogla, ndërkohë që kontributi i tyre në prodhimin e energjisë elektrike ishte diku më pak se 3.8%. Domethënë, tregonte matematika se nuk ja vlen që të shtrohen, të futen gjithë ato para në një investim i cili nuk rikthen, domethënë nuk po sjell energji të mjaftueshme. Përtej asaj, domethënë përtej kësaj anës financiare kemi qenë kundër sepse është dëmtuar ekosistemi, është dëmtuar biodiverziteti, janë bërë dëme të pa riparueshme, domethënë në natyrën e malit Sharr dhe jo vetëm, dhe prandaj kemi qenë kundër. Tërheqja e këtyre gypave ditëve të fundit nga Leshnica mund të shihet si hap i mirë, por megjithatë mbetet pyetja se çfarë bëjmë me dëmin që është shkaktuar, kush e riparon atë dëm, domethënë me çfarë fondesh duhet të rikthehet natyra, të them kushtimisht tash në gjendjen e mëparshme, sepse është pothuajse e pamundur të rikthehet në gjendjen e mëparshme. Dhe për më tepër është se çfarë bëjmë me hidrocentralet që tashmë ekzistojnë atje dhe që janë deri diku funksionale. Ideja është, mendimi im është, edhe gjithkohës kemi qenë, domethënë edhe brenda shoqatave kemi qenë të qëndrimit se ato hidrocentrale duhet të prishen, duhet të çmontohen. Pavarësisht se largimi i gypave nga Leshnica vlerësohet si një fitore për mbrojtësit e natyrës, sfida kryesore për parkun kombëtar mbetet rehabilitimi i zonave të dëmtuara dhe gjetja e mekanizmave për të mbrojtur përfundimisht pasuritë ujore të malit Sharr.